Ka nisur sot asfaltimi i rrugës Gostivare Vrapçisht, një premtim i drejtorit të ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë Gajur Kadriu. Sipas Kadriut, ky është programi i ndërmarrjes për një vit, ndërsa ndërmarrja publike rrugët e Maqedonisë ka arritur ta realizojë brenda 6 muajve. Qytetarët e 4 komunave shqiptare, ajo e Tetovës, Bogovinës, Vrapçishtit dhe Gostivarit, tani më do të kenë një rrugë me standarde evropiane, e cila do të mundsoj qarkullim të lehtë për banorët e këtyre viseve. Projektin që filloi nga Reqica dhe do të përfundojë në Gostivare ka falendëruar edhe kryetari i komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi, si dhe ai komunës së Vrapçishtit Bajram Kadria. Ata kanë thënë se janë shumë të kënaqur nga bashkëpunimi me ndërmarrjen publike rrugët e Maqedonisë, duke shfaqur interesimin që ky lloj bashkëpunimi, që është në interes të qytetarëve, të vazhdojë edhe më tutje. Banorët lokal shprehen falënderues ndaj këtyre investimeve, duke shpresuar se rregullimi i rrugëve nëpër vendbanimet shqiptare do të vazhdojë edhe në të ardhmen.